partitë tjera politike. Kjo do t'ishte riski madh edhe për karrierën politike të zonës Osmani nëse nuk kalon, por edhe për vendin për të shkuar në zgjedhje. E konsideroj si maturi në këtë fazë dhe gjithashtu e konsideroj si maturi faktin që kryeministri Kurti ka ftuar në një takim edhe zotin Hamza edhe zotin Abdi Gjiku për pas një tendencë të paktën për të arritur një marrëveshje paraprakisht, në mënyrë që mos shkohet direkt blanko në kuvend dhe kësisoj nëse nuk e ka numrat për ta bërë edhe një herë edhe një mandat të dytë zonën Osmani presidentit Republikës Kosovës, të mos del në një pozitë palakmueshme duke shkuar jo vetëm vendin në zgjedhje, por edhe duke mos kaluar mbështetje nga kuvendi Republikës Kosovës, sepse unë e konsideroj që Kurti megjithatë ka pas raporte të mira me zonën Osmani, kanë pas sfidat e tyre sa i përket komunikimit në rast të caktuara kur zona Osmani ka konsideruar që Kurti ka vepruar një anshëm sa i përket situatës në veri, po ka qenë çështje që për ma tepër e konsideroj që edhe në situatën... Pra ju po thoni që gjithçka është në harmoni mes Kurtit edhe Osmanit, nuk ka divergjenca, arsyeja pse nuk po e kandidon është që nuk po don ta djeg. Se nuk e përdora termin djeg, po absolutisht është një djegje ti nëse shkon në kuvendin e Republikës Kosovës. Zona Osmani po thotë më mbështetni se unë hyn nga... Me një bagazh që zona Osmani tashmë ka, me një reputacion të mirë që ka tek qytetarët, sepse gëzon mbështetje të madhe tek qytetarët, është parë, dhe nëse e njëjta shkon kuvend pa i siguruar votat ose pa arritur një dakordim që të paktën të qëndrojnë në sallë, sepse ne e dimë që 2 raundet e